Ded Logu, këngëtar, lind me 13 dhjetor 1961. Ka kryer shkollën e muzikës Pranjakova. Fizharmonicist i talentuar dhe këngëtar shumë i mirë. Ka organizuar me 10 spektakle në gjithë Amerikën atje ku ai jeton. Ka ftuar këngëtar më të mirët shqiptar dhe ka qenë bashkëpunëtori i madhit Agim Krajka. Ka punësuar shumë emigranta në kompaninë e tij dhe të tjerë. Unë kam kënaqësi që për tërheq dekoratën natën e sotme, të ftoj të motrën e tij, zonjën Liliana Luani. Dhe për të dorëzuar dekoratën, kam kënaqësi që të ftoj presidentin e shoqatës kulturore Jehona e Shkodrës, zotin Xhelal Halili. Mirëmbrëma publiku i mrekullueshëm shkodran. Kam organizuar shumë koncerte, spektakle dhe shumë sofra. Për sonte është një natë e veçantë që ndërron këto figura të artit, të kulturës, sportistë dhe artista që jetojnë në diasporë. Kemi propozuar shoqatë kulturore Jehona e Shkodrës dhe Agjencia Spektakle Bunani me kënaqësinë më të madhe për këto artista. Ja vlen që është me vërtet edhe titulli i Shkodrës që harron kurrë. Certifikat mirënjohje, zoti Det Logu, po ne e themi Lapi, Lap Logu. Këngëtar dhe fizharmonicist i njohur që ka dhënë kontribut në muzikën tradicionale shqiptare, pjesëmarrja e tij në aktivitete kulturore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe organizimi i spektakle për shqiptarët e diasporës ka ndihmuar në rujtjen dhe traditave të kulturës shqiptare. Kryetari i Shrakut, zoti Edmond Ndovçi, e falenderojmë shumë. Falenderoj dhe juve. Nëror organizatorë dhe pjesëmarrës, vërtet pas kam shumë emocione sonde, sepse nërohet edhe vlerësohet vllajim krahas këtyre artistëve të mëdhenj, rreshtohet edhe vllajim Lap Logu, se kështu e quajmë ne. Faleminderit tande. Në pa mundësi më arse jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e kishte të mujtur me kënë këtu, non se kishte shumë dëshirë, më porositi mu që t'ja them 2 fjalë në emrin e tij. Më tha që të falenderoj jashtëzakonisht shumë Qarkun Shkodër për vlerësimin që i bani, Teatrin Migjeni, artistat e mëdhenj shkodran veçanërisht, zotin Besnik Finalis, organizator të këtij eventit mrekullueshëm. Gjithashtu më dha porosi që të falenderoj me përulje publikun e mrekullueshëm shkodran. Me duar të rokitjet e të cilit ashtë rrit, jo vetëm Lapi, po gjithë artistat e Shkodrës. Ju falemner shumë dhe ju uroj të gjithëve gëzuare për shumë vjetë Krishtlindjen e vitin e ri. Falemners.